Dje në orën 20:30 në afërsi të një objekti hotelier në Tetov, zyrtar policor nga Departamenti i Policisë Kriminalistike në Tetov kanë privuar nga liria personin 19 vjeçar nga Tetova për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale vjedhje, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga një 40 vjeçar nga Tetova, se po atë ditë nga automjeti i tij i udhëtarëve BMW me targa të Tetovës i ishin vjedhur para dhe sende të tjera. Dje në orën 16:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 44 vjeçar nga fshati Novosel Tetovës ka denoncuar se më datë 7 korrik 2026 rreth orës 22 në rrugën Iliria në Tetov, djali i tij 16 vjeçar pas një debati paraprak është sulmuar fizikisht nga një imitur të cilin e njihte, i cili ka përdorur një send metalik. Dje në orën 18:10 në Departamentin për punë të brendshme Gostivar është denoncuar se në rrugën lokale në fshatin Senokos të Gostivarit, automjeti i udhëtarëve Mercedes me targat Gostivarit i drejtuar nga një 31 vjeçar nga fshati Toplic e Gostivarit ka goditur një këmbësor të mitur nga fshati Senokos. Nga aksidenti, lëndime të rënda trupore ka pësuar i mituri të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar. Dje në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 38 vjeçar nga fshati Reqice Vogël e Tetovës ka denoncuar se rreth orës 21:10 para shtëpisë së tij familjare të fshatit Reqice të Vogël, pas një mosmarrëveshje paraprake për hapësirën e parkimit, është sulmuar fizikisht nga fëmijë i tij 66 vjeçar nga i njëjti fshat. Dje në orën 22:30 në rrugën Vëllezrit Miladinovi në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar një 50 vjeçar nga Tetova në bazë të urdhëresës së gjykatës kompetente për vuajtjen e dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 300, paragrafi 3 të kodit penal. I njëjti është shoqëruar dhe dorëzuar në institucionin ndëshkues përmirësues burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 1:20 pas mesnate në Departamentin Policor të Grupçinit, një 51 vjeçar nga fshati Dëbërës e Tetovës ka denoncuar se nga një automjet udhëtarësh Citroen në lëvizje është hedhur një bombë dore drejt objektit të tij hotelier i ndodhur përgjatë rrugës lokale në fshat. Nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa lëndime kanë pësuar një 57 vjeçar nga fshati Qiflik i Tetovës dhe një 60 vjeçar nga fshati Dëbërës, të cilët ndodheshin në rrethin e restorantit. Të lënduarit janë dërguar menjëherë në Spitalin Klinik të Tetovës për t'u ofruar ndihmë mjekësore. Këqyrja e vendit të ngjarjes është kryer nga ekipi i ekspertizës nga sektori për punë të brendshme Tetov, me çras janë gjetur gëzhoja, pistolete. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik nga PTHP Tetov, po ndërmerren masa dhe aktivitete për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të rastit.